Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Babu ithbati haudin nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa sifatuh. Vërtetimi se i dërguari Muhammedi sallallahu alaihi wasallam do të ketë ditën e Kiametit një rezervuar ujë nga i cili do të pinë besimtarët që ndjekin atë, dhe cilat janë cilësitë e këtij rezervuari. جندب بن جنادة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. جندب بن جنادة رضي الله عنه tërgon kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili thoshte unë do t'ju pres juve tek rezervuari. Besimi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ketë një rezervuar dhe gjithë pejgamberët do të kenë rezervuar, pra çdo pejgamber e pret popullin e tij tek rezervuari i tij. Duke qenë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më shumë ndjekës dhe pasues, rezervuari i tij është më i madh në krahasim me gjithë pejgamberët e tjerë të Zotit. Besimi në haud ose në këtë rezervuar është pjesë e besimit e transmetuar në hadithe masive, pra i padiskutueshëm. Kush e mohon rezervuarin del nga feja. Çfarë do të ndodhi? Ndjekësit e tij, pra ndjekësit e pejgamberit alayhi salatu wassalam, do të rreshtohen dhe do të pinë nga ky ujë, që është uji i Kautherit faktikisht i lumit pejgamberit në xhenet, por që derdhet aty në rezervuar ditën e Kiametit. Dhe është një ujë i bardhë, i ftohtë, i shijshëm, i ëmbël, me aromë të mirë. Kush pinë prej tij një gotë ose një kup, nuk e merr më as etja, as uria përjetësisht. Si do i njohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besimtarët e tij, do të njohin nga shenjat e abdesit. Pra abdesi që ne morim do të përkthehet ditën e Kiametit në nur edhe dritë, në fytyrat tona, në duart tona dhe në këmbët tona. Në bazë të kësaj drite ne do të bashkohemi në umetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe pastaj gjithë secili do të rinë radhë për të pirë nga ky ujë i bekuar. Do të ketë njerëz që i përjashtojnë me lajket, ata të cilët kanë bërë sajesa të rënda në fe, sajesa të cilat janë siç është sajesa e shiave rafidhi, siç është sajesa e xhauriçëve tek firsave, siç është sajesat e murxhive, sajesat e qaderive, xhebrive, pasajesa të rënda që bien ndesh me normat islame, sajesat e shirkut, idhujtarisë, paganizmit. Gjithmonë që se kanë ditë se kur njeriu nuk din është i fal. Gjithmonë nëse dikush e ka ditë të vërtetën dhe pastaj ka vazhduar në të kotën e tij. Salim ibn Sa'd radhiyallahu anhu tregon i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: unë do ju pres juve tek rezervuari. Kush kalon aty dhe merr të pi prej tij, nuk do të ta marrë etja asnjëherë. Do të kalojnë aty njerëz që i njoh se janë pasuesit e mi, por me lajket e pengojnë. Pra nuk meritojnë që të pinë nga ky ujë. Ebu Said al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu thot: ju them me lajkeve, pa ata janë ndjekësit e mi, do të më thonë ti nuk e di se çfarë kanë bërë ata. Atëherë unë do të them larg e më larg për atë që kanë ndruar fenë time. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: rezervuari im është një muaj i gjerë dhe i gjatë, pra me i dal nga cepi në cep, është një muaj qerësi dhe një muaj një muaj katror. Një muaj katror. Aroma e tij është asi aroma më e mirë që mund të dini, dhe numri i gotave që mund të mbushen në të është sa numri i yjeve në qiell. Kush pin prej tij qoftë edhe një kup, nuk do ta marrë etja kurrë. Allahu na bëfë këtyre njerëzve. Asma bint Abi Bekr radhiyallahu anha tregon
I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: unë do të jem duke u pritur tek rezervuari im dhe do shoh gjithë secilin që afrohet pranë meje. Ndërkohë që do të ketë disa njerëz që me lajket i largojnë, dhe unë them: o Zoti im, po ata janë ndjekësit e mi. Dhe më thuhet: po ti nuk e di se çfarë kanë bërë ata mbas teje. Dhe kështu i tërheqin me lajket nga mbrapa, pra i tërheqin kështu, jo me edukat, po i tërheqin nga mbrapa. Dhe thoshte Esmaja radhiyallahu ta'ala anha: Allahumma inna na'udhu bika an narji'a ala aqabina aw nuftana an dinina. O Allah, na ruaj që të jemi për atyre që të tërhiqen mbrapsh apo që të provohen në fenë dhe në besimin tonë. Uqba ibn Amir radhiyallahu ta'ala tregon i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam shkonte në Uhud tek dëshmorët e Uhudit dhe lutej për ta mbas 8 vitesh. Sikur po i jep aty në lamtomirën e gjallëve të vdekurve. Pastaj u ngjit në minber dhe tha: unë jam ai që do ju parapri juve, unë jam dëshmitari i veprave tuaja, unë do ju pres juve në rezervuar, unë e shoh tani atë këtu ku jam. Nuk kam frikë se do të bëni shirk mbas vdekjes time, po kam frikë se do t'ju çelet dynjaja e do të garoni keq në të. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tregon se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ana faratukum", unë jam ai që do ju pres mbi rezervuar. Do të ngrihen disa njerëz për të qenë aty, mirë po largohen nga aty për nga me lajket. Dhe unë them: o Zot, janë të mitë. Ai më thot: ti nuk e di se çfarë kanë bërë ato mbas teje. Një transmetim, unë ju them janë shokët e mi. Ai më thot: nuk e di çfarë kanë bërë mbas teje. Këtu bëhet fjalë për ata të cilët ranë në rrinte kohën e Ebu Bekrit. Abdullah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu thot: i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Amamukum hawdun kama bayna Jarba'i wa Adraj." Ju pret një rezervuar i cili është nga Xhauba deri në Adraj. Thot e Xharba është një fshat në Sham. Dhe Adraj është një vend i cili është këthe nga Kudsi. Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pasha Zotin që ka ndonë shpirtin tim, do të largohen disa njerëz nga haudi im, siç largohen devet e huaja nga rezervuari i njerëzit. Ke vërtetë kur dikush ka një rezervuar në shkretir, ka për devet e tij, kur vin devet e huaja i largon. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: madhësia e rezervuarit tim është nga Ilja në Sana, Ilja Palestina, nga Palestina në Sana të Yemenit. Dhe numri i gotave në të ose i kupave që do të mushen në të është sa numri i yjeve në sia. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të paraqiten disa njerëz në haudën tim dhe unë i njoh për shkak të cilësive që kam. Dhe i them, shokët e mi më thonë: ti nuk e di se ç'kanë bërë ata mbas teje. Pra do më thonë, ai që më thash më herët, po për ata që kanë rënë në rrinte kohën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Pra i gjithë ideja është njeriu do të jetë i kujdesshëm, do ta marrë fenë me dije, sepse mund të ndodhë që të largohesh. Siç ndodh me njerëz të cilët kanë kaluar për ekstreme etj. Nuk mund të jenë këta njerëz që përfitojnë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra duhet me rujt fenë, duhet me rujt besimin, duhet me qenë kujdesshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.